Mirë se erdhët në këtë cikël ndërfimesh. Fillimisht mund të bëni një prezantim të vetes tuaj, ju lutem? Unë quhem Vera Tarifa, kam qenë mësuese dhe jam mësuese në pension. Si e kujtoni ditën tuaj të parë në Partinë Socialiste? Pluralizmi ne na gjeti antar të Partisë së Punës. Kur Partia e Punës u reformua, ne na pëlqeu programi i saj dhe sigurisht që ishim të gatshëm për të bërë pjesë e saj. Dhe dita e parë ishte kur ne u mblodhëm në Partinë Socialiste, disa mësues nga disa shkolla të rajonit 2 dhe krijuam organizatën e arsimtarëve. Kjo organizatë funksionoi për një farë kohe, pastaj u shpërndan nëpër lagje dhe u krijuan organizatat e lagjeve. Që nga viti 90 edhe tani, unë vazhdoj të jem antare e organizatës, kam qenë edhe kryetare, por ju alash të rinjve para disa vjetësh, dhe punoj si antare e partisë në organizatën e lagjes 1822. Zonja Vera, cilin do të veçonit si një moment vërtet bukur që ju keni përjetuar kur keni qenë pjesë e partisë, që nga fillimi dhe deri? Ka shumë momente të bukura, sidomos kur ne pas një pune të gjatë të lodhshme në fushat, në përkomisione dhe kudo, merrnim rezultate të mira nga zgjedhjet. Këto kanë qenë momentet më të bukura kur ne festonim rezultatet e kënaqshme të Partisë Socialiste për të cilën kishim punuar me zemër. Në një moment specifik, a ju kujtohet që e keni përjetuar vërtet? Moment specifik kur erdhëm të Partia Socialiste që të festonim dhe atje dilnin kryetarët e partive sipas rastit, njëherë Fatos Nano, pastaj Edi Rama, e me radhë, dhe këto ishin momente shumë të bukura. Në momentet më të vështira që ju keni përjetuar? Edhe momente të vështira ka pasur, sepse ne në përfushata patjetër që do mblidheshim në për mitingje, por nuk ishte e lehtë të veje në miting në kohën kur në krye ishte Partia Demokratike. Më kujtohet njëherë që po shkonim në miting dhe na kishin dhënë leje vetëm te fusha Alidemi që është në një cep, nuk na lejoheshin të ishim në përsheshe, në për sheshet kryesore, por dhe atje vargjet e policave të cilët të dhunonin çfarë do t'i këtu, i kandeja, kalon nga ana tjetër, do me thënë të nxinin jetën dhe për të shkuar në një miting të partisë tënde, për të bërë fushat. Ky është një moment, këto janë disa momente, po edhe në shkollë ku punoja, që isha arsimtare në kohën e Partisë Demokratike, ndjeja veten të persekutuar, sepse unë isha me Partinë Socialiste, sepse kisha mendimet e kësaj partie, dhe më kujtohet njëherë kur ju dhanë shpërblim të gjithë arsimtarëve dhe mua nuk më kishin vënë në listë. Shkova dhe ju thash, nuk përballeshin dot dhe më thanë të kemi haruar, atëherë unë ju thash po mirë, gabimi rregullohet, por nuk u pa gjë. Ky ishte një persekutim që i bëj socialistëve në kohën e Partisë Demokratike. Viti 2013 ishte një vit shumë i rëndësishëm për të gjithë socialistët. Ju vetë si e kujtoni atë vit, atë fushat dhe momentin e fitores? Ishte një fushat e mirë, fushat që të gjithë punuan dhe punuan me përkushtim, me mitingje të rregullta dhe patjetër që morën rezultatet. Unë në këtë kohë kam qenë vetëm si vëzhguese në komision dhe çdo gjë u bë në rregull tek qendra jon e votimit,
ndonë se tani më rezultatet nuk nxirreshin në qendrën e votimit, po i çonim në këshillin, në komisionin e zonës dhe atje mblidhen rezultatet. Ndoshta do jetë më mirë them që të bëhet prapë ashtu sepse duke qenë se të gjitha mblidhen në një zonë, vonohen nxjerrja e rezultateve. Mbase duhet parë ky moment. Edhe ishte një fitore e madhe pas punës që bëm dhe njerëzit dhe programi ishte shumë i mirë, kështu që nuk ishte e rastësishme, fitoria dhe liderët ishin me të vërtet të formuar dhe ne kishim bindjen që kjo parti do të krijonte një shtet dhe një qeveri të fortë për të rritur mirëqenien e popullit. Zonja Vera, si ka ndryshuar Partia Socialiste nga momentet e fillimit në vitet 90 deri më sot? Po, Partia Socialiste ka evoluar, janë bërë edhe antar partie shumë të rinj, programi është përmirësuar, ka hiqe këto se që ti hiqe këto. Jo, vetëm si kisha menduar qoftë edhe një fjali të shkurtër, si jo, e keni parë gjitha të ndryshimin nga 90-ta deri më sot, më thënë, kohët, mënyra. Po. Nga viti 90 deri tani, Partia Socialiste ka evoluar. Shikojmë që gjatë këtyre viteve është bërë një punë shumë e mirë. Si banore Tiranës shikoj vetëm Tiranin që i është ndryshuar faqa dhe gjithë kjo është sepse është e udhëhequr qeveria nga Partia Socialiste. Ju e përmendët pak më herët momentin kur ju u bët pjesë e Partisë Socialiste. Nëse do të ktheheshit pas në kohë, a mendonit se do të bënit të njëjtën zgjedhje dhe do të ishit pjesë e Partisë Socialiste? Po, bile tani e kam akoma më shumë bindjen që unë i përkas kësaj partie dhe përsëri unë do të isha në Partinë Socialiste dhe do jem derisa të kem frymë në këtë parti. Zonja Vera, sa e rëndësishëm ka qenë roli i grave dhe vajzave që kanë dhënë kontributin e tyre në gjithë këto vite në Partinë Socialiste? Roli i grave ka qenë shumë i rëndësishëm. Në fillim nuk ishin edhe aq shumë gra dhe kishte organizata më të specifikuara të grave, sepse duhej që të rritej numri i grave, po ja, ky është një progres që ka bërë Partia Socialiste, edhe me kuotat që janë vënë 50-50 dhe këto kuota janë arritur, kjo është një arritje. Është një arritje sepse gratë janë të përkushtuara. Gratë punojnë me ndërgjegje, me drejtësi. Të themi pastaj që kanë edhe shumë reputacion në shoqëri, po edhe në familje, sepse janë edukatoret e fëmijëve të tyre. Dhe fëmijët e tyre i mbrujtin me këto ideale të mira, të pastra. Roli i grave është i pa diskutueshëm. A ka qenë e vështirë për ju si grua të ishit pjesë e politikës, sidomos në fillim? Sigurisht që e vështirë ka qenë, po kur njeriu i do me zemër këto gjëra, i arrin të gjitha edhe e gjen kohën edhe për të fajtur atje ku duhet, edhe për fëmijët e për të mbajtur familjen, se unë kisha 3 fëmijë, edhe fëmijët duheshin rritur, duheshin ndjekur nëpër shkolla, edhe bashkëshorti ndihmonte, por gruaja është ajo që do merret direkt me fëmijët, edhe me ushqimin, edhe me veshjen, edhe me shkollën, edhe me gjitha, po njeriu e gjen kohën. Gjithmonë ka kohë për çdo gjë. Mjafton të kesh në mendje dhe ta kesh si qëllim që unë do punoj për këtë dhe çdo gjë arrihet. Pyetja e fundit për ju. Cili është mesazhi që ju do doni t'i jepni brezit të ri që ka dëshirë dhe do të angazhohet në Partinë Socialiste? Po, na duhet brezi i ri, gjithmonë kërkojmë që të kemi sa më të rinj në Partinë Socialiste. Unë ju them një që të futen në Partinë Socialiste me një qëllim të caktuar. Ta shikojmë Partinë Socialiste si qëllim,
dhe jo si mjet për të fituar diçka. Sepse ka nga ata të rinj që thonë çfarë fitoj, çfarë do bëhet, ku janë benefitet e mia po të hyj në këtë parti. Jo, benefitet vijnë vetë në bazë të punës që ti do bësh tek ajo parti. Në qoftë se ti do punosh mirë tek ajo parti, do zbatohet edhe parimi i meritokracisë dhe ti do fitosh fundin e duhur. Zonja Vera, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë.